Gjëja e parë është ekzaminimi fizik. Dhe ekzaminimi fizik nënkupton marrjen e disa të dhënave, siç mund të jetë gjatësia, pesha, perimetri kraharorit, të cilat mund të jenë të ndryshueshme me kalimin e kohës, sepse një fëmijë mund të na dobësohet shumë ose mund të na shnoshet shumë ose mund të na zgjatet shumë. Dhe të gjitha këto parametra bëjnë që kolona të pasojë deformime rrugës. Dhe këto janë parametrat fizik. Me anë të skoliometrit, fizioterapisti apo mjeku specialist, i cili është niveluesi i kolonës, le të themi në këtë mënyrë, shikon rotacionin e saj, sepse skolioza përveç deformimit lateral që ajo ka, shoqërohet edhe me rotacion të vertebrave, të cila pastaj bën atë progresionin e saj vetëm në rritje duke prishur rendin e të gjithë vertebrave të tjera. Dhe në momentin që fizioterapisti apo mjeku e shikon të arsyeshme, pas ekzaminimit fizik, duhet bërë grafia, i cili është i vetmi mjet diagnostikues për të matur këndin real të skoliozës. Matja e këndit të kopit në grafi i ndan në tre mënyrat e trajtimit. Është trajtimi fillestar dhe fizioterapeutik, i cili le të themi është nga 10 gradë kur skolioza merr emërtimin e saj deri në 20-25 gradë në varësi të moshës, gjinisë dhe shenjave të tjera klinike. Mbi 25 gradë deri në 45 gradë është trajtimi me korse ose me boost korrigjues, bashkëshoqëruar me fizioterapi, dhe rastet mbi 45 apo 50 gradë futen në rastet kirurgjikale, e cila përson vetëm një përqindje shumë e vogël. Thënë këtë, duhet kuptojmë që rastet e kurbaturës torakale, pra të pjesës së sipërme, duke qenë se aty kemi organe vitale, është ajo më e rrezikshme. Dhe ajo përbëhet nëpërmjet të gradëve, dhe nëse i kalojmë 45-50, atëherë pjesa respiratore, pjesa e frymarrjes fillon edhe ulet, fuqia nuk është më si përpara dhe kalon në tjera komplikacione. Ndërsa në pjesën e poshtme, pra deformimi më shumë se ç'duhet në zonën lumbare, mund të sjellin në rotacione të mëdha të baqinit dhe legenit, duke dhënë përshtypjen që mund të kemi një gjymtyr më të shkurtër se sa tjetra. Por rrezik jetësor përbën kryesisht pjesa e lakimit